Organizata botërore e shëndetësisë njoftoi se më shumë se 1300 vdekje i atribuohen valës së të nxehtë që ka goditur Europën që nga 21 qershori. Më shumë se 1300 vdekje të tjera janë regjistruar që nga 21 qershori në lidhje me temperaturat e larta në Europë, tha drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në një postim në X. Tani për tani 150 milion njerëz jetojnë në vap ekstreme. Qindra njerëz kanë vdekur, shkollat janë mbyllur dhe rrjetet elektrike janë në presion të rënd, shtoi ai. Pritet që zhiva e termometrit të arrijë ose të kalojë 40 gradë Celsius në pjesë të Europës, ndërsa stuhit parashikohen në zona të tjera. Në Francë, më shumë se 1000 persona kanë humbur jetën si pasojë të nxehtit. Autoritetet në Itali ngritën alarmin për thatësirën pasi lumi më i gjatë i vendit ka filluar të thahet duke e goditur rënd bujësin. Sipas autoriteteve italiane, lumi nuk ka rënë kurrë në nivele kaq të ulta, duke e shtuar frikën për një thatësirë shkatruese gjatë muajit korrik. Temperaturat e larta janë regjistruar gjithashtu në Gjermani, Poloni dhe Itali, ndërsa pjesë të Francës po përballen tashmë me stuhi. Gjermania vendosi një rekord të ri historik prej 41.7 gradë Celsius në Brandenburg në kufirin me Polonin. Në Berlin, policia po planifikon të përdor përsëri makina ujë për të ndihmuar në ftohjen e banorëve të kryeqytetit. Stuhit kanë nisur të godasin disa pjesë të Francës. Stuhit kanë nisur edhe në Gjermani. Ndërsa meteorologët parashikojnë temperatura më të buta për pjesën më të madhe të Europës perëndimore këtë javë, vala e të nxehtit zhvendoset nga Europa qendrore dhe Ballkani.